Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar shikuese, dëgjues të Radio Televizionit Pendimi. Ju flasim nga studio qendrore e Radio Televizionit Pendimi në Prishtinë, edhe sonte jemi së bashku në emisionin Drita e së vërtetës. Si çdo të diel, edhe sonte jemi së bashku me hoxhën tonë të nderuar, Mulla Fadil Musliun, të cilën e përshëndesim me selamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje. Aleikum salam, Allah mirë gjejmë, faleminderit. Allah shpërbleft për pjesëmarrjen edhe sot. Amin edhe sonte. Shikues të nderuar, sonte do të jetë temë trajtimit nga hoxha jon Fadil Musliu. Besimtari punon pak e fiton shumë. Dhe këtë ligjërat do ta ndjekim, këtë trajtim të kësaj teme do ta ndjekim në minutat e fillimit të këtij programi, për të rikthyer më pas në pjesën e dytë me anë të pyetjeve dhe përgjigjeve që ju i dërgoni në valët e Radio Televizionit Pendimi. Pa humbur kohën, ne kaloj fjalën më njëherë tek hoxha Fadil për të nisur shtjellimin e kësaj teme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, shikues dhe dëgjues të Radio Televizionit Pendimi, kudo që jeni dhe ngado që po na ndiqni, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të takohemi sonte së bashku në emisionin e radhës për të përfituar nga ajo që na ka mësuar Allahu dhe na ka mësuar i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sepse njeriu në jetën e kësaj bote pa udhëzimin e Allahut është i humbur. Pa ndihmën e Allahut është i pafuqishëm, është i dobët dhe pa mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam mbetet goxha shumë mbrapa, po mbetet edhe në errësirë. Andaj Allahu Teala nga mëshira e madhe që ka për robërit e tij, për besimtarët musliman në veçantë, ka bërë që besimtari musliman sadopak që të punon, fitimi është i madh. Pra sadopak që punon besimtari musliman, fitimi është i madh. Dhe kështu Allahu Teala ka përzgjedhur raste, ka përzgjedhur kohë, ka përzgjedhur sezona kur besimtarët musliman kanë rastin për me përfituar shumë, ka përzgjedhur edhe net të caktuara, ditë të caktuara, të cilat janë më të veçanta se netët apo ditët e tjera. Dhe tashme që kemi hyrë në muajin Shaban dhe po i afrohemi atij muaj të bekuar, muajt që me gëzim po e presin të gjithë besimtarët musliman, të paktën ata që janë praktikues të fesë, po i afrohemi muajit Ramazan, atëherë muaj që po vije, muaj Ramazan është ai muaj ku besimtari mund të punoj pak, ndërsa të përfitoj shumë. Sepse në llogaritjet e Allahut nuk llogaritet çdo punë e mirë që bën besimtari të shpërblehet me një fishin e asaj që po e bën. Çdo punë të mirë që bën besimtari musliman dhe me të synon kënaqësinë e Allahut Teala, ajo minimum i shpërblehet me 10 fishin, po shumë herë shpërblehet me 70 fishin, edhe shumë herë shpërblehet me 700 fish. Pra besimtari nëse bën një punë të mirë, i ka çka për atë punë të mirë, e ka shpërblimin 700 fish. Kjo është pra me punu pak edhe me fituar shumë. Dhe këshilloj veten edhe vëllezërit edhe motrat që tash në këtë muaj, në të cilin jemi muajin Shaban, që të përgatiten dhe të shfrytëzojnë me punë të mira, sepse e kishte veçu pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë muaj, muajin Shaban me agjërim. Gjë që nuk e kishte bërë në muajt e tjerë.
nuk e kishte bërë në muajt e tjerë të agjeron aq shumë sa ka agjeruar në muajin e Shaban. Dhe në hadithën e Usame bin Zeidit radhiyallahu anhu, Usameja i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, nuk kom pa ndonjëherë që të kesh agjeruar kaq shumë siç po agjeron në muajin Shaban. Pra nuk kom pa në ndonjë muaj që ka agjeruar shumë siç po agjeron në muajin Shaban. E pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha Usames, dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu. Ky është muaj në të cilin yaghfalu an-nasu anhu, në të cilin njerëzit janë të pakujdesshëm në këtë muaj. Yaghfalu do me thonë me kon i pa përqëndrum apo i pa vëmendshëm, me qenë kështu populli me qenë ghafil, i pa përkatitur në farforme, se ghafil është në gjuhën arabe. Ghafil është në gjuhën arabe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se njerëzit në këtë muaj janë ghafil, janë të pakujdesshëm, pa përkatitur. Ky muaj ka thonë është bejnë Rajab wa Ramadan, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ky muaj, po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është në mes të muajit Rajab edhe muajit Ramazan. Pra ky muaj është mes muajit Rajab, që për çollëm ai është muaj i shejt, edhe çka në mes të muajit Ramazan, që është muaj i bekuar. Dhe pejgamberi alayhis salam po thotë, ky është muaj në të cilin ngrihen veprat tona, ngrihen punët tona tek Allahu te bareke ve taala. Fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana saim, e unë dëshiroj që kur të ngrihen veprat e mia tek Zoti i botëve, të jem agjerues. Po ashtu dhe nana besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me te, ka thonë se nuk kom pa ndonjë muaj që të ketë agjeru ma shumë në të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa në muajin Shaban. Ndërsa nuk kom pa ndonjë muaj që ta ketë plotësua agjerimin komplet të muajt, përveç se në muajin Ramazan. Pra, nga këtu kuptojmë se pejgamberi alayhis salam nuk e ka agjeruar të tërin muajin Shaban, por ka agjeruar shumicën e ditëve të këtij muaji, shumicën e ditëve të këtij muaji. Andaj do të me pas parasysh vëllezërit dhe motrat, në veçantë motrat, se agjerimi tash në këtë muaj është tre llojesh. Është një lloj agjerimi që është obligativ. Kështu më dikush kapi pështjellë tash ka dur kjo obligativ. Po është agjerimi në këtë muaj obligativ është për ata vëllezër apo për ato motra që ju kanë mbet ditë pa agjeruar nga Ramazani i fundit, atëherë është koha e fundit, thirrja e fundit është tash në këto ditë që kanë mbet, që të agjerojnë. Sepse nuk është në rregull me qëllim i lënë e me të arrit Ramazani e pastaj me thonë i vazhdoje. Jo, nëse ti arrin ditët që i ke lënë Ramazan, ti arrin Ramazani tjetër, dhe ti pa arsye justifikueshme i ke vënuar, nuk i ke agjeruar, atëherë nëse vjen Ramazani tjetër, edhe pas Ramazanit tjetër fillon me agjerua, atëherë duhet agjerimi edhe duhet shpagimi apo duhet kefareti. Pra, lloji i parë i agjerimit këtë muaj është agjerim obligativ. Për shembull, ti ke qenë i smur 3-4 ditë, 5 ditë, s'ke mujt me agjerua, tash do të me agjerua. Borxhe kije, obligime kije. Unë kam qenë udhëtar, edhe në udhëtim nuk kam qenë bashkëmirë, kam qenë i lodhur, s'kam mujt me agjerua, e kam prish agjeraj. Ajo mota tjetër ka qenë 7 zonë, s'ka mujt me agjerua, ajo tjetër ka qenë lehon, nuk ka mujt me agjerua, ajo tjetër ka qenë me cikël menstrual, ajo tjetër ka qenë gjithonse, ajo tjetër ku di në ka qenë spital, e kështu me radhë, po me një fjalë të gjithë obligohen, nëse janë shëndoshë mirë, obligohen tash me agjeru dhe ky lloj agjerimi është obligativ. Kemi agjerimin fakultativ, vullnetar, sunnet, sikur që ka bu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, monesh me agjeru, po monesh edhe mos me agjerua. Nëse agjeron vullnetarisht. Nëse agjeron çka? Vullnetarisht. Dhe këtu ka problem shumë, se punon shumë pak. Një ditë agjeron,
Ama e dini sa është problemi? 70 vite me të largu Allahu prej zjarrit xhenemit. Ai prej një zjarrit kësaj botës me të largu pak 100 metra dhe sa mirë shpëton. E para mendo sa larg zjarrit xhenemit, largohesh për shkak të një dite që ka agjëruar për hir të Allahut te bareke ve taala. Dhe agjerimi i tretë është i ndaluar. Cila agjerim është ndaluar? Të agjerosh ditën e fundit të muajit Shaban, që quhet Yawmu Shak, që quhet ditë e dyshimt. Pse? Sepse ajo nuk është e sigurt 100%, a është dita e fundit e Shabanit, a është dita e parë e Ramazanit. Andaj ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjerimin ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjerimin e kësaj dite. Tash, sa i përket të punuarit pak dhe fitimit shumë është interesant nga mirësia, nga begatia Allahu te bareke ve taala që ka për robët e tij. Allahu shikon në zemrat e robit apo robët e tij, dhe kur i shes ato janë të pastërta, kur i shes ato zemrat të shëndosha, kur ato i shes ato zemrat të sinqerta, ja u mundësën me punu nga pak, po me fitu shumë. Për ata, është interesant një rast që tregon Ibn Abbasi, radhiyallahu anhuma, pra e ka transmetuar Ibn Abbasi, i cili ka komentuar Kur'anin mas miri për krejt shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata dhe shquajtur si komentator apo si përkthyes i Kur'anit, tërgjuman il Kur'an. Dhe kur e ka komentuar surën El-An'am, ma konkretisht ajetin e 82 të kësaj kapitine e sureje, që Allah thot alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që kanë besuar me besim të vërtet dhe besimin e tyre nuk e ngatruan, nuk e mbështjellën me padrejtësi. Me padrejtësi, me gjona të rrezikshme siç është shirku, idhujtaria, apo siç janë ato gjunahet që të largojnë për mëshirës rahmetit Allahut, ato që është shkatruese. E ata që pra besuan me besim të vërtet, dhe imanën e tyre e rojtë, nuk e mbështjellën apo nuk e ngatruan me zullum, me padrejtësi, atyre u takon siguria, pra janë të sigurt në jetën e kësaj bote, dhe ata janë të udhëzuar, Dhe këtu Ibn Abbasi e tregon atë ndodhin, atë ngjarjen kur një burr erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ishte i hipur mbi devën e tij, e kur mbrini te pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha: o Muhammed, më trego ti mua se çka është Islami, mëso ma ti mua Islamin. Mëso ma Islamin, ashtu që ka mësu ty Allahu i madhruar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Islami është an tashhada an la ilaha illa Allah wa anni rasul Allah. Me dëshmue se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se unë jam i dërguar e Allahut. Wa tuqimu s-salah, pastaj mas dëshmisë shahadetit fale namazin, wa tu'ti z-zaka, jepe zakatin, wa tasumu Ramadan, agjëroje Ramazanin, wa tuhajja al-bayt al-haram, edhe me bo haxhin tek shtëpia e shenjtë, tek Ka'bja, nëse i ki mundësit. Edhe ai burri që ishte mbi deve, që pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çka është Islami, mëso ma Islamin, nuk tha diçka tjetër, as nuk kundërshtoi, as nuk tha ndonjë fjalë, veç tha aqrart. Në një forme e pranoj këtë këto çka tha. E pranoj këto. O i dërguari i Allahut. Domethënë e pranoj Allahun për Zot, Muhammedin për pejgamber, e pranoj namazin, e pranoj zakatin, e pranoj agjërimin, e pranoj haxhin. Edhe ai burri, duke qenë i hipur në deve, pranoj në farforme, e pranoj Islamin kështu publikisht, dhe mas e tha këtë fjalë, aqrart, ajo devja tina duke lëvizur, ju fot kama në një vrim. Janë atje disa mi të shkretires të mëdhej, që ato i bojnë disa vrima ka gjatë mëdhaja, edhe me
të rshit kama aty në ato vrime, të futet kama poshtë krejt. Edhe deves ju fut kama në vrimen e aty në meve të shkretires, dhe ky burri u rrëzu nga devja dhe ra mbrapa edhe e qau kokën. Ra mbrapa edhe e qau kokën, dhe me thonë ra me qaf, edhe pasi që e qau kokën mbrapa, edhe vdiq, ndroj jetë. Vdiq me një herë mbasi tha të gjitha i pranoj. Është interesant, e ka kalu të një jetën e ti e ka kalu në kufër, mos besim. Të një jetën e ka kalu jashtë islamit. Nuk ishte jetuar në islam as një dit apo një natë të vetme. Nuk ishte jetuar në islam as një dit apo natë të vetme, përveç që një moment, një qast shumë i shkurtër. Dhe këtë në qastin e fundit jetës së tij që ishte qasti i fundit që ishte fjala e tij akrer të gjitha i pranoj, domethënë. Të gjitha i pranoj, po nuk i veproi asnjënën. Asnjënën si veproi, as nuk fali namaz, as nuk dha zakat, as nuk agjeroi, as nuk shkoi në haxh. Dhe sapo e tha këtë fjalë ai ra pra me qaf nga deva edhe vdiq me një herë. Edhe pastaj kur e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam poshtë ashtu të përgjakun, edhe kur e pa se dha jetë, edhe dorëzoi shpirtin tek Allahu te bareke ve taala, tha: "Man arada an yanzuru ila alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulmin falyanzur ila hadha." Kush dëshiron për ju, tha, me pa ato i cili imanin, besimin e plot në Zotin nuk e mbështjelli apo nuk e përziti me diçka të keqe, me shirk apo me një gjëna të madh apo ku ta di diçka të ngjajshme, pra le të shikon në këtë personin e vdekur. Le të shikon në këtë personin e vdekur. Në transmetimin tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Man arada an yanzura ila alladhina amilu qalilan wa ujiru kathira falyanzur ila hadha." Kush dëshiron me pa ato i cili ka punu pak, po ka fitu shumë, le ta shikon këto që ra prej devës. Pse? Çka punoj ai? Ai punoj shumë pak. Veç tha, i pranoj të gjitha, as një fjalë të se tha. Edhe as një punë nuk e boni, edhe vdiq. Dhe treta, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ra'aytul malaikata tadussul fakihata fi famihi li'annahu mata ja'ian." Tha i kun po me laiket, engjëjt, duke i shtrydh pemet në gojen e tij, sepse ai kishte vdekur i uritur. Pra, çështja është se kur Allahu te bareke ve taala i hap zemrën njeriut që ta pranon islamin, normal kur ajo zemra është e pastër, që ta pranon islamin, atëherë ai i jep lehtësime apo i hap rrugët që të hyjë në islam, edhe të punon pak edhe çka të fiton shumë. Sepse njeriu në momentin që hyn në islam, atij islami ja fshin çdo të keqe që ka bërë përpara dhe atij i mirret parasysh në konsiderat funi i jetës që ka ardhur, jo fillimi i jetës. Në fillimin e jetës e ka kaluar kofërën, shirkë, ku e dinë çka ka bë, mirë po ajo nuk mirret parasysh, nuk është konsiderat, por çka atëherë mirret parasysh vetëm fundi i tij. Për ata kjo ndodhi na jep me kuptu se Allahu te bareke ve taala i shikon zemrat tona. Jo fytyrat tona, trupin tona, apo autoritetin apo pozitën, po çka i shikon zemra. Dhe kur zemra është e pastër, edhe ka qëllimin e pastër, Allahu ja mundson çka me punu pak dhe me fitu shumë. Për ata veprat e njeriut llogariten apo merren konsiderat në bazë të fundit të tyre e jo në bazë të fillimit të tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Innal abda la ya'malu fima bayna an-nas", robi Allahut punon vepra punë të cilat para njerëzve shihen sikur me qenë bi amali ehli l-janna wa innahu lamin ehli n-nar. Veprat e tina para njerëzve duken sikur me qenë ky prej banorëve të xhenetit.
Pra njeriu, robi Allahut punon punë që para njerëzve ju duket sikur ky është prej banorëve të xhenetit, ndërsa çka? Ky është prej banorëve të zjarrit. Wa inal abd la ya'malu fima bayna an-nas bi'amali ahli an-nar wa innahu liman ahli al-janna. Ky pra tjetri punon vepra që duken sytë e njerëzve, se ky është prej banorëve të zjarrit, prej banorëve të xhehenamit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot wa innahu lamin ahli al-janna, e ky nuk ka prej banorëve të zjarrit, edhe pse njerëzit duket punon vepra sikur me qenë banor i zjarrit, po fundi vjen ashtu që tek Allahu te bareke ve taala ky është çka? Prej banorëve të xhenetit, nuk ka prej banorëve të xhehenamit. Wa innamal a'malu bil khawatim, dhe vërtet veprat punët vlerësohen apo çmohen, mirën në konsiderat, mirën parasysh, ashtu siç e kanë fundin e tyre, jo siç e kanë fillimin e tyre. Kështu që nga kjo ngjarje, nga kjo ndodhi, edhe nga këto fjalë që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kuptojmë se besimtarit musliman, kur Allah ja sheh zemrën e shëndosh, ja sheh zemrën e pastër, ja hap rrugët e punëve të mira që në sytë e njerëzve duken të vogla, nuk japin për me kuptuar shumë, ose ky me punët e tij ndoshta duket edhe se është prej banorëve të zjarrit, ama për shkak mirësisë që ka në zemrën e tij, ndryshojnë veprat, ndryshojnë punët, edhe në fund bën punë të mira, vepra të mira dhe futet çka? Po, futet në xhenet. Allah na boft neve edhe juve prej tyre. Pra, besimtari musliman ka mundësi që me pak namaz, e pak agjerim, e pak zakat apo sadaka, pak lexim Kuranit, me fitu xhenetin nëse zemra është e mirë, është e shëndosh. Ka mundësi me i hub krejt ato, nëse zemra është e smur, nëse zemra nuk është e shëndosh, ajo e sjell fundin tragjik. Se nuk ka fund më tragjik se sa me vdek njeriu pa shahadet. Apo ndoshta ka shahadetin, po me vdek duke i bërë gjëna Allahut. Apo me vdek, Allahu te bareke ve taala nuk është i kënaqur me ta. Nga këtu del një mesazh i qartë që të gjithë ne si besimtar musliman do të me shfrytëzu kohën, me shfrytëzu sezonat dhe me konsumu ato, me i shter ato rrugët të cilat na sjellin shpërblime të mëdha me punë të vogla. Shpërblime të mëdha me punë të vogla. Po e zom, është problem njëri çdo ditë, këtu hyn edhe nata, sepse jacia dhe akşam, edhe sa po është thujse natën, çdo ditë edhe çdo natë to namazet që kem gjatë ditës, po flas për namazet vullnetare, jo ato obligative, po flas për sunetet. Nëse çdo ditë edhe natën besimtari është i kujdesshëm i fal 2 rekate sunet sabat, 4 para drekës, 2 pas drekës, 2 pas akşamit, 2 pas jacis, që janë domethënë sunete që i ka praktiku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazhdimsi. Çka ndodh? Mendoj tash, aja është të mëra 10 minuta punë, edhe nëse këto falen, atër ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i fal këto 12 rekate në vazhdimsi, çka Allahu atina ja ndërton një shtëpi në xhenet. Para vendoj në xhenet. Ai këtu me ta ndërton një shtëpi, sa do është një shtëpi këtu tek ne me 100.000 euro dhe pjesa dërmuese nuk po mundemi me bë ata. E para mendoj me ta ndërtu Allahu te bareke ve taala në xhenet. Ose rasti që përmenda agjerimi i një ditën, ose agjerim vullnetar, me të largu Allahu te bareke ve taala prej zjarrit të xhehenamit për 70 vite, ose shembulli i atina që shpenzon rrugën e Allahut, ose sigur shembulli i atina që mbell një farë të grurit në tokë, prej saj mbin 7 kalli, e pastaj secilin kalli nga 100 kokra, që i bjen 700 kokra. Në çfarë matematike kjo është? Shumë. Po, nuk ka mundësi. Ose rasti atij i cili është udhëzue, edhe në pleqëri shkon haxh, pendohet, edhe kur kthehet pe haxhit i bën krejt punë të mira. Fillon, mirë po jeton ashta një javë, një muaj, ose një vit. I kanë shku 70 vite në punë të tjera, jo të mira, i erë fundi me këto punë të mira, si llogaritet tek Allahu? Fundi tyne.
Ose ai që vdes në haxh. Shkon në haxh e kryen haxhin edhe vdes atje. Çka do të thonë, ka vdek në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka vdek pa mëkate. Ose ai që vdes duke u kthye, ose ai që vdes sapo të arrin këto, e kështu me radhë, është kthy pe haxhit pas një gjëna. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummu. Ai cili shkon haxh, edhe nuk fol atje fjalë të kota rreth punëve intime, edhe nuk bën gjunahe, është fjala për gjunahe të mëdha, kthehet në shtëpinë e tij sikur a ditë kur e ka lind nana e vet. Jo i vogël, se i trupin e ka të madh, mirë po kthehet pa mëkate, pa gjunahe, sikur a ditë kur e ka lind nana e tij. Këto dhe kësi raste të ngjashme ka shumë ka, do me thonë, kësi mundësish që Allahu te bareke ve taala na i ka lënë veç neve si besimtar musliman. Për shembull, tash jemi në prag të Ramazanit, dhe Ramazani përveç tjerave është muaji i Kuranit. Se në të ka zbrit Kuranin, në fakt në të kanë zbritur të gjitha librat e shpallur në Ramazan, e tash e lexon e bën hat me Kuranin. Nuk e di ku ishim dikun edhe për llogarit dikush sa shkronja Kurani herë 10 fishi për çdo shkronjë dhe shpërblime 3 milionë ku diun sa shpërblime dilshin një herë me lexu Kuranin të tërin. Para mendo 3 milionë diçka me shen euro apo franga apo dollar është pasuni e madhe, po na nuk guxojnë ata shpërblimet me llogarit me kësi se është diçka banale, është diçka që e ul vlerën shpërblimeve se vapeve. Po them, edhe veç Zoti na fal nëse bëjmë gabim, po e them vetëm nëse e kthen me monedhat e kësaj kohe ti po bëhesh milioner. Që një hat me dash, me lexu kështu pa kur far nxitimi për 3 ditë, hajde për një javë ditë. Po çe për një muaj ditë, a mundesh me lexu po? E tash çështë një muaj me bë punë, e tash milionat me fitu çashtu. Ku ke po të është? Valla me djesh nuk ka kërkun. E në ashtë në mënyrat pa lejuara njeriu edhe mundet me fitue. Andaj e lutja Allahun te bareke ve taala që të na jap neve edhe juve edhe gjithë besimtarë muslimanë mundësi e raste që me to me përmbyll jetën, është fjala për mundësitë edhe rastet e arta, me mbyll jetën në mënyrën më të mirë dhe lutja Allahun taala të mos na i marr shpirtat tonë përveç se duke qenë i kënaqur me neve. Nëse ai nuk është i kënaqur, Allahu na e zgjat jetën deri kur ai të jetë i kënaqur me ne. Për ndryshën e riu nëse shkon tek Zoti dhe Zoti është i pakënaqur, kush ka me prit atje? Kush ka me rregullua jetën varr, e qëndrimi i gjatë? Kush ka me lehtësuar ditën e gjykimit kur të ringjallen njerëzit dalin para Zotit? Kush ka me siguruar xhenetin? A mos pi siguron nana, baba, apo vlla apo motra, axha apo halla, daja apo tezja, nipi apo mbesa, jo valla s'kush. Veç Allah te bareke ve taala. Allah na falt, Allah na udhëzoft, edhe të gjithëve me bë punë të mira, qofshin edhe të pakta, po që kanë shpërblim shumë, Allahu na lehtësoft dhe na mundsoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Allahumma amin. Allah shpërbleft. Amin. Hoxh Fadil. Të nderuar shikues e dëgjues të Radio Televizionit Pendimi, kemi qenë në pjesën e parë të programit, shoqëruar në trajtimin e temës besimtari punon pak e fiton shumë. Një shpjegim i kësaj teme nga hoxha i nderuar Fadil Musliu, por ne do ta bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer më pas në pjesën e dytë të programit me anë të pyetjeve tuaja që janë të mirëseardhura në transmetimin ton të drejt për drejt. Pas një pauze të shkurtër rikthehemi sërish në studio.